Ish drejtoresha e Akshit u paraqitë në SPAK mëngjesin e kësaj të martë në zbatim dhe të vendimit të gjykatës së lartë. Në 7 maj trupa vendosi t'i heq masën e arrestit në shtëpi me kushtin që ajo të jetë të martën e parë dhe të tretë në prokurorinë e posaçme dhe të mos largohet nga vendi. Pak minuta nga firmosja e shkresës, Melinda Karçanaj la ambientet e prokurorisë, por nuk preferoi të fliste për mediat, pavarësisht pyetjeve të shumta të gazetarëve. Zonja Karçanaj, me që na keni akuzuar si paguajtëse dhe që su kemi pyetur, keni thënë që nuk ju bëjmë pyetje zonja Karçanaj, keni përgjegjësi institucionale për ato çfarë ka ndodhur në Akshi? Karçanaj po hetohet në dosjen Akshi ku janë ngritur akuza për tendera, por edhe për rrëmbim personi si dhe organizat kriminale. 2 biznesmenët, Ergys Agasi dhe Ermal Beqira, janë shpallur në kërkim prej muajit të dhjetor të vitit të shkuar. Në muajin prill u bë e ditur edhe sekuestrimi i pasurive, ku të akuzuarve ju zbuluan 40 milion euro prona përfshirë troje, vila, apartamente, llogari bankare e të tjerë. Po ashtu në SPAK janë thirrur dhe biznesmen apo edhe persona të ndryshëm që kanë bërë denoncime për të dhënë dëshmi mbi prokurimet e Akshit.